Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Balkan Talks këtu në Euronews Albania, të nderuar shikues. Profesor Mema, doja që ta vazhdonim bashk këtë bisedë. Pra, siç e ndoqëm nga Misha, luftime të ashpra, sulme të ndërsjellta, sulme kundër sulme, në terren nuk reflektohet kjo klimë pozitive ndoshta që ne diskutuam edhe pak më herët. Por nga qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cila do t'jenë, si thuash, hapat konkret që do të ndërmeren në perspektivën afatshkurtër që po mbaron 30 ditëshi, çfarë do të ndodhë, si do të procedohet më tej me qëllim që të mbyllet kjo luftë, se nuk u mbyll dot për një ditë, apo nuk u mbyll dot deri në momentin e inaugurimit, siç e konfirmonte presidenti Trump. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them, nuk do lodhem duke thënë që jemi në sekondët e para të 24 orësh diplomatik. Pra atë që zoti Trump tha që për 24 orë do ta mbyll, nëse për vazhdon të përdorëm atë lloj timi figurë të folur në këtë aspekt, unë do të thotë që jemi akoma në sekondët e para, që do thotë edhe padurimi ynë për të mbyllur këtë në çështje muajsh është pak temi naiv në një farë mënyrë. Arsye them tek se kur vjen puna për diplomaci, kur vjen puna për çbërjen edhe të problemet vazhdueshme që ekzistojnë në rajonin e Rusisë, të Ukrainës e vende të tjera, aty problemet dhe natyra e shqetësimeve dhe natyra e problemeve që kërkojnë të zgjidhen, kërkojnë vite dhe jo muaj. Dhe këtu është avantazhi i personave si zoti Putin dhe disavantazhi i qeverive ose administratës së zotit Trump. Se zoti Trump ka në dispozicion muaj, nuk ka në dispozicion vite. Ndërsa zoti Putin ka në dispozicion vite. Dhe përsa kohë që ai vazhdon të avancojë në fushën e betejës, dhe përsa kohë që Putin vazhdon dhe është i bindur që mund të fitojë më shumë nëpërmjet vazhdimit të luftës në betejë sesa vazhdimit të diplomacisë, atëherë ky proces diplomatik do të zgjatet. Do të shkojmë nga Xheda në Riyadh, pastaj do të gjejmë në një qytet tjetër në një vend tjetër, dhe vazhdon diskutimet nga një nivel i ulët në një nivel pak më të lartë, pastaj pak më të ulët, pastaj pak më të lartë. Që këtu në këtë moment Shtetet Bashkuara nuk ka asgjë për t'i ofruar Rusisë, sepse çdo gjë që në aspektin normal dhe një diplomacie normale do të ishte për t'i ofruar Rusisë, është mundësia që nëse ti vjen në tavolinë e negocimit, unë ndoshta do t'i jap ty edhe mos antarësimin e NATO, e Ukrainës së NATO, unë ndoshta do të pezulloj edhe furnizimin e Ukrainës me armatime, unë ndoshta do të bëj këtë apo atë. Por fakti është që amerikanët kanë ngelur shumë pak në arsenalin tim diplomatik të tyre në lidhje me çështjen Rusi-Ukrainë, ka shumë në aspektin botror, por pikërisht për çështjen për zgjidhur këtë ngërç diplomatik midis Rusisë dhe Ukrainës, Putini tashmë i ka marrë parë në tavolinë akoma të gjitha ato garanci që ai kërkon. Për te, sigurisht, çështja e territorit, po atë zoti Putin ja ka premtuar, edhe aspektin, zoti Trump ja ka premtuar tashmë, kështu që cila është incentiva çfarë nxit zotin Putin për të ardhur në negociat? Nuk ka asgjë aty që ai mund të fitojë. Edhe që në këtë kontekst e dëshirojnë që ta zgjatë edhe më shumë këtë proces, sepse mund të marrë më shumë territore. Më shumë ky proces zgjatë, sepse ka dhe një përsi ushtarake. U përmend këtu edhe nga zoti Puma që për momentin Shtetet Bashkuara, Rusia është duke fituar në çdo front të luftës, si brenda Rusisë në Kursk, ashtu kurse edhe në frontin lindor me Ukrainën. Atëherë çfarë incentive ka këtu zoti Putin? Çfarë mund t'i ofrojë zoti Trump që nuk ja ka dhënë tashmë zotit Putin? Që zoti Putin thotë po këtë drejtë është, pra ajo që do ndodhë atëherë është pikërisht ajo që do të thotë nga kolegët, është që zoti Putin për ta mos huajsuar zotin Trump, do të vazhdojë të thotë po, këtë drejtë, negociatat janë të nevojshme, diplomacia është e nevojshme, le të lidhemi, le të takohemi, le të kemi një drejt pune, le të vazhdojmë të diskutojmë, por përsa kohë që ai fiton më shumë në betejë, në fushën e betejës, sesa e fiton në diplomaci, atëherë ai të vazhdojë të bëhet punë. Shumë e qartë. Doktor Beqa? Paka shumë ndaj të njëjtin opinion, besoj që nuk do ketë një armpushim përpara se Rusia të realizojë objektivat e veta brenda në Ukrainë, dhe objektivat janë pushtimi i plot i territoreve të 4 rajoneve. Besoj që në momentin që Rusia arrin të realizojë këtë objektiv, do ketë disponibilitetin për të hyrë në negociata. Dhe është e qartë që nga këto negociata, Rusia do të mbajë këto territore, me siguri që Ukraina nuk do t'i pranoj këto territore si pjesë të Rusisë, por do e pranoj si një fakt të ngrirë në terren.
Dhe nëse flasim për një zgjidhje të mundshme të konfliktit, dhe unë jam i prirë të besoj që do kemi të bëjmë me një konflikt të ngrirë, pra jo me një zgjidhje përfundimtare të konfliktit, ku Ukraina natyrisht që nuk do të jetë pjesë e NATO-s, do heq dorë nga antarësimi i NATO, do ruaj statusin e neutralitetit në raport lloqet ushtarake, do jetë e detyruar që faktikisht të heq dorë nga këto territore të cilat do të inkorporohen brenda Rusisë, dhe kjo është e vetmja mënyrë që ne mund të dalim në një farë mënyrë nga ky konflikt. Dhe besoj që ky plan është i revizuar edhe nga vetë emisarët e presidentit Trump dhe nga për të letemi përgjetur një rrugdalje nga konflikti. Profesor Mirtezaj, si e shihni ju pikërisht këtë mënyrën se si do të përfundoj ose s'do të përfundoj ky konflikt? Ne duhet të kemi në konsiderim disa mënyra të qasjes apo përqasjes që aktorët kryesor këtij situacioni. Amerikanët qoftë si kulturë apo qoftë si qeverisje, si mentalitet, janë pragmatik dhe në këtë aspekt edhe rezultatet do t'jenë në të njëjtën kohë duke synuar arritje afat shkurtëra, pra ato që funksionojnë, ato që mund të arrihen. Është vështirë të thuhet a është kjo gjëja e duhur apo jo, sepse këtu kemi të bëjmë me një mënyrë tërësisht tjetër të qeverisjes për autokratike nga ana e zotit Putin, dhe kjo shpeshherë do të keqpërdoret gjatë procesit. Po ashtu ne deri tani nuk e përmendëm faktorin evropian, pra Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera individuale brenda këtu. Dhe këtu kemi jo vetëm nuanca, po edhe dallime të mëdha në të kuptuarit dhe në të vlerësuarit. Gjithë këtë kontekst. Tani do të kemi, sipas gjitha gjasave, jo vetëm konfliktin SBA, Ukrainë, Rusi, por sa më shumë aktorë që do të përfshihen, atëherë do të kemi edhe më shumë dallime dhe komplikime. Po, falenderoj. Misha, për ta mbyllur këtë pjesë, a ka urgjencë Putin dhe Kremlini për të pranuar armëpushime, për ta mbyllur konfliktin në këto çaste? Unë i bashkoj mendimit të kolegëve, jam absolutisht dakord me çfarë u tha përpara, që nuk ka asnjë lloj ngutje dhe arsye për të ngutur nga Rusia dhe nga Putini dhe nga Kremlini për t'i dhënë fund menjëherë konfliktit. Megjithse, domethënë dëshira është, siç deklaron zyrtarisht Rusia, është shumë e madhe për t'i dhënë fund luftës, por ajo duhet të bërë në mënyrë domethënë të thellë, me ato kushtet e tjera. Domethënë sigurisht që Rusia duke fituar në terren nuk ka arsye për këtë moment që ta ndaloj luftën për një right here, right now, si i thonë. Ëndra e rusëve mund të themi që askush se ka deklaruar sigurisht këtë gjë, por le të themi në mass media, në diskutimet e ndryshme etj, përmendet shumë shpesh Odesa. Dhe Odesa, që domethënë diskutimet fillojnë që nga kohë kur është ndërtuar nga rusët etj. Pra është një pikë nevralgjike që rusët nuk e kanë harruar, nuk e lëshojnë domethënë nga mendja. Prandaj unë përveç këtyre 4 rajoneve të tashmë të afirmuar me kushtetutë nga Rusia, do të mendoja që nëse lufta do të vazhdonte të paktën deri në fund, unë parashikimet i kam personale deri në shtator, por nuk e di, të shohim. Domethënë deklaratat e tjera, domethënë nga një shtypi më optimist thonë që një përpjekje do bëhet për Pashkët në 20 prill, një tjetër domethënë koment ishte për 1 majin, ditën kur Parlamenti i Ukrainës duhet të zgjas domethënë shpalljen e luftës.
pra statusin e luftës. Qartë. Edhe kjo do me thënë që mund të jetë një temë, do me thënë në qoftë se do arrin, do të jetë mundur të realizohen bisedimet për paqe në mënyrë pozitive, mund të ndalohet lufta dhe kjo do të shpallë nga Parlamenti i Ukrainës. Një gjë që ka pak të ngjarë të ndodh, edhe për arsyen se si sillen, do me thënë, palët ndërluftuese. Pra, për momentit doj që nuk ka asnjë ngutje nga Rusia për të arritur paqen përfundimtare, ashtu siç nuk e ka dhe Ukraina, që është në një moment disfavorit ashtu. Po, i dashur Misha, unë të falenderoj sinqerisht për kohën dhe kontributin tënd të çmuar në këtë emision. Të falenderoj. Faleminderit. Derit dhe fundjavë të mbarë. Me panelistët e tjerë, doja që të vazhdoni me temën e dytë që unë anunçova në fillim të këtij emisioni, në nënshkrimin e marrëveshjes të bashkëpunimit ushtarak mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Një marrëveshje e shumë pritur, por që ka shkaktuar jo pak turbulenca në Ballkan. Doktor Beqa, ju keni dhe eksperiencë në Ministrinë Shqiptare të Mbrojtjes. Si e pat ju këtë marrëveshje të nënshkruar, e cila faktikisht erdhi kështu out of the blue, erdhi krejt e papritur për opinionin publik? Gjëja duhur në kohë të vonuar. Sakt. Në fakt, unë kisha shkruar një artikull vetëm 2 javë më përpara, ku bëja thirrje pikërisht për këtë gjë. Dhe kam disa vite që shkruaj në fakt për këtë gjë. Kemi parasysh që ne ndodhemi në një moment të transformimit të mëdha në sistemin ndërkombëtar dhe të transformimit edhe të arkitekturës sigurisë në nivel evropian. Dhe ajo që quhet mbrojtja kolektive, natyrisht që ka limitet e veta, ka kufijtë e vet. Dhe duhen edhe mekanizma përplotësues brenda kësaj kornize për të garantuar sigurinë për vendet tona. Dhe këto mikro mekanizma në nivel rajonal, në fushën e mbrojtjes, kanë filluar të bëhen të pranishme gjithnjë e më shumë. Dhe ky model kam përshtypjen do të përdoret edhe nga vendet balltike ka shumë gjasa dhe vendet që janë në kufi me Rusinë. Do të mbetet për të parë si do të zhvillohet. Por ka një tendencë drejt mekanizmave rajonal të sigurisë. Dhe ne kemi një rajon ku vendi hegemon, që është Serbia, është një vend i cili nuk është i antarësuar në NATO dhe nuk ka treguar gatishmëri për të respektuar mekanizmat e sigurisë kolektive. Dhe duke qenë vendi më i madh me shpenzimet më të mëdha ushtarake, keni parasysh që Serbia shpenzon pothuajse 2 herë më shumë se sa të gjithë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor të marra së bashku, me përjashtim të Kroacisë, me të cilën kanë pak a shumë të njëjtat shpenzime në fushën ushtarake. Dhe kjo padyshim që përbën një kërcënim për vendet e tjera. Në këtë pikpamje, kundër reagimi i vendeve rajonale për të krijuar mekanizma sigurie që të kundër balanconin peshën e Serbisë, pavarësisht se kjo nuk thuhet në mënyrë eksplicite, është gjëja më normale që mund të ndodhë. Natyrisht që është bërë ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, të cilat janë shumë më afër politikisht me njëra tjetrën. Unë do të shpresoja që kjo të zgjerojë edhe më tutje, duke përfshirë dhe vendet tjera të rajonit dhe në mënyrë të veçantë Bullgari. Adriatiko-Joniane, Aleanca Adriatiko-Joniane. Edhe emërtesa natyrisht që është në vendin e duhur, kemi të bëjmë me një marrëveshje kornizë, nuk është një marrëveshje substanciale, por është një marrëveshje kornizë cila që hap rrugën për një bashkëpunim shumë më intensiv ndërmjet këtyre vendeve. Një dhe s'dyti është një tregues që këto vende janë të gatshme të rrisin nivelin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes për të qenë të përgatitura për çdo eventualitet të mundshëm. Qartë. Profesor Myrtezaj, ju keni qenë edhe këshilltar politik i 2 kryeministrave të Republikës së Kosovës, keni qenë zëvendësministër i punëve të jashtme. Ndaj jam shumë interesuar të di se si e vlerësoni ju këtë marrëveshje të nënshkruar në Tiranë para 2-3 ditësh. Një zhvillim shumë i mirë dhe ndoshta i ka ardhur koha pikërisht në atë që sot po quhet apo po avancohet në drejtimin e riarmatosjes evropiane, pra është në këtë filozofi të menduarit dhe pikërisht ndoshta edhe nuk ka pasur shumë
rezistencë edhe nga qarqe të tjera ndërkombëtare lidhur me këtë iniciativë. Përfundimisht është gjë e mirë, ashtu si tha edhe kolegu Beqja, shumë gjëra si duket në vitet dhe dekadat që vijnë, jo vetëm në kontekstin e sigurisë, do të marrin atë dimenzionin e organizimit rajonal. Dhe kjo është gjë e duhur për shumë arsye. E para shkarkon ngarkesën e madhe në një adresë, po e themi evropiane apo amerikane. Vendet të ndryshme do të jenë vazhdimisht pjesë të një organizmi apo të një organizmi tjetër, si në këtë rast, kur edhe Shqipëria dhe Kroacia janë anëtare të NATO-s. Kosova është një aspirante e devotshme dhe e etur për të qenë anëtare e NATO-s. Kanë marrëdhënie të shkëlqyera shumë dimenzionale dhe në fushën e sigurisë, dhe po ashtu është ajo që u tha dhe në studio, është një lloj kontrabalanci kundërpesh e sjelljes destruktive hegemone të Serbisë për dekada. Dhe në këtë aspekt e konsideroj pozitive dhe besoj që ato bashkëpunimet apo projektet konkrete të cilat sot për sot nuk I shohim ashtu të qarta në deklarat, që është shumë normale, do të vazhdojmë t'i shohim në kohët që po vijnë. Profesor, doja t'ju bëja një pyetje të drejtë për drejtë. Kosova, çfarë përfiton konkretisht nga kjo marrëveshje bashkëpunimi me Kroacinë dhe Shqipërinë? Për Kosovën, çfarë do lloj iniciative ndërkombëtare shkon në favor të konsolidimit të shtetësisë në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe pjesë e sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare gjithmonë janë iniciativat rajonale, ndër të tjera, apo aleancat, koalicionet të ndryshme e të tjera. Dhe kjo është edhe fizikisht nga aspekti territorial, nga aspekti ndarjes së vlerave për paqe dhe siguri, këto tre vende qëndrojnë shkëlqyeshëm në relacionet e tyre. Prandaj për Kosovën, kjo është edhe një platformë tjetër për të demonstruar seriozitetin e saj si shtet dhe në të njëjtën kohë të jetë kontribuese në paqen për te kufive të saj. Dhe jo, po e zëm, qysh ka qenë më herët vetëm konsumuese e përpjekjeve dhe ndihmave të vendeve të tjera në Kosovë për gjatë këtyre 2 dekadave, nëse mund të themi. Po, profesor Mema, ju kishit bërë një shkrim vërtet të gjatë dhe të plot ku e analizonit këtë marrëveshje, por për shikuesit që na ndjekin në këto çaste, si do ta përshkruanit ju efikasitetin, vlerën dhe peshën që ka kjo marrëveshje në Ballkanin ton dhe në funksion të Ballkanit edhe në kuadër të dimensionit të sigurisë dhe të mbrojtjes në Europë? Jo, së pari, me qenë se prej kohësh e kam kritikuar qeverinë shqiptare për mungesë veprimi në këtë drejtim, mendoj që më përket të gjithashtu dhe ta përshëndes. Pra, jo gjithmonë të bëjmë kritikun, por ndoshta edhe her pas here dhe t'i përgëzojmë për hapa të rëndësishme. Ajo që është interesante e rëndësishme është që në fakt investimi i Shqipërisë në fushën e mbrojtjes ka qenë rritje në 2 vitet e kaluar. Nuk mendoj që kjo negociat në vetvete ka ardhur të jepë iniciativën e tyre 3 vendeve. Tu patjetër që sigurisht edhe zhvillimet ndërkombëtare kanë pasur një ndikim të drejtë për drejtë, por mendoj që këto janë bërë në bashkëpunim edhe me Shtetet Bashkuara dhe me Rahatin Evropian. Që do thotë që shikohet e nevojshme diçka e tillë. Tani, një prej elementeve pozitive u tha këtu edhe nga 2 paraforcit është që së pari kjo modelon, mendoj unë, një ndërveprim ose një veprim të mirë, të mënyrës se si Shqipëria mund të çojë përpara kauzën e shtetësisë të Kosovës. Pra, duke angazhuar Kosovën, ndryshe nga çka bëri deri tani, por duke angazhuar Kosovën në këto lloj aleancash, në këto lloj institucionesh ose rajonale, madje edhe ndërkombëtare, edhe duke bërë diçka të tillë, atëherë edhe sikur se u tha, shtetësia e Kosovës nuk vjet më në pyetje. Nuk duhet anashkaluar këtu fakti që kemi të bëjmë që me 2 shtete që janë anëtare të NATO-s, që po sjellin në gjirin e tyre tashmë një jo anëtar të NATO-s, pastaj një shtet të Bashkimit Evropian që sjell gjithashtu në bashkëpunim me ta 2 shtete të tjera siç është Kosova dhe Shqipëria, që i afron ato më afër edhe integrimin në Bashkimin Evropian. Pra, me të vërtetë ky është një angazhim rajonal, me të vërtetë kjo çon sikur u tha dhe shumë mirë në fakt edhe më parë që
ka një tendencë në përgjithësi në politikën ndërkombëtare, politikën globale, si në aspektin e marrëdhënieve tregtare, në lidhje me negociatat për klimatike, edhe në lidhje me teknologji e lartë, që në përgjithësi këto negociata bëhen rajonale, nuk ka më ose shumë pak kemi negociata ndërkombëtare, mbar botërore. Gjithçka është në bazë rajonale. Po unë mendoj që kemi ajo ndikimi i kësaj negociate do të jetë në fakt për përforcimin e situatës edhe të argumentit si të Shqipërisë, ashtu si Kosovës për integrimin në organizacione ndërkombëtare siç janë Bashkimi Evropian dhe NATO në rastin e Kosovës. Pra në këtë kontekst mendoj që është pozitive. Një element tjetër të fundit do të them këtu. Mos harrojmë që edhe në kontekstin e luftës Rusi-Ukrainë, Franca, Gjermania tashmë me këtë negociatë të fundit që nuk e diskutuan në fakt në pjesën e parë, që u ndryshuan në fakt edhe ligjet e vetë të Gjermanisë. Është temë më vete ajo, profesor, ndaj nuk e cekëm dot. Është temë më vete dhe temë gjigande. Po e përmend thjesht në kalim faktin që edhe Gjermania po mundohet që të jetë udhëheqëse themi në aspektin e sigurisë evropiane, ashtu si Kryetaria Britania e Madhe. Italia kërkon llokun e saj, po ka pretendent të ndryshëm për të udhëhequr një arkitekturë të ardhshme të sigurisë për Evropën. Dhe mendoj që përgatitja e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, të shpresoj që në të ardhmen edhe vende të tjera në rajon, madje edhe Turqia, mendoj që ka një pjesë e rëndësishme këtu si një prej ushtrive më të mëdha në Evropë, përbën mendoj një element të rëndësishëm për të ardhmen dhe sigurinë dhe stabilitetin, sepse stabiliteti dhe siguria e rajonit arrihet vetëm nëpërmjet krijimit të këtyre aleancave. Absolutisht. Profesor, shumë shkurt, ju e përmendët faktin që ka mbështetjen, ka miratimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diçka më shumë për këtë element? Në fakt, ka qenë interesante, unë nuk kam gërmuar në kërkim të përgatitjes së artikullit, kam gërmuar pak për reagimet të ndërkombëtarëve, ka pas vetëm reagimin nga Serbia. Por ndoshta her pas here heshtja flet më shumë se sa themi zhurma, që thotë që mos reagimi në Shtetet Bashkuara, mos reagimi në Bashkimin Evropian, nën kuptohet që kjo marrëveshje që mund të konsiderohet destabilizuese, sikurse Serbia e konsiderohet, në fakt në Evropianët dhe në Amerikanët nuk shikohet si e tillë. Që do të thotë që miratohet. Pra, heshtja unë e marr si miratim dhe bashkëpunim të këtyre palëve në drejtim të këtyre tre shteteve. Po. Pajton plotësisht me gjithçka u tha nga kolegët, ka patur unë fakt lexova tek Radio Free Europe një raportim që NATO ka qenë informuar për realizimin e kësaj marrëveshje dhe nuk ka patur asnjë objeksion. Me që u ankua presidenti Vučić. Këtu dua të shtoj vetëm një element. Besoj që ka qenë, kjo është një marrëveshje proporcionale dhe e menduar mirë dhe është një kundërbalans ndaj Serbisë në rajon. Nëse do i shton, unë jam për shtimin edhe të vendeve tjera, në mënyrë të veçantë Bullgarisë dhe ndoshta mund të shihet edhe roli i Turqisë. Por kjo pastaj mund të çonte në një kundërreagim nga ana e Serbisë, sepse normalisht rritja e sigurisë të disa vendeve nuk duhet të rrezikojë sigurinë e vendeve të tjera. Në këtë pikpamje unë e shoh të balancuar deri në këtë moment. Se si do të zhvillohen pastaj kjo mbetet për tu parë. Dhe ne do të diskutojmë pikërisht këtë në pjesën e fundit. A mund të them diçka lidhur me këtë pikë? Mundem lidhur me këtë pikë të them diçka? Po, patjetër, urdhë. 30 sekonda, jam plotësisht dakord. Dhe ndoshta mënyra se si duhet të isha shprehur është në vend të zgjerimit të kësaj aleance, unë do të thoj që Shqipëria dhe Kosova duhet të fillojnë të krijojnë trekëndësh të tjerë ose edhe katërkëndësh të tjerë aleance sigurie me vende të tjera, të cilat mund të jetë të pavarura me këtë trekëndësh. Pra, kjo është ajo që më fakt duhet të thoja, kështu që faleminderit për saktësimin. Po, të falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, po shkëputemi për hapësirën e fundit publicitare për të vazhduar sërish me këtë marrëveshje dhe për të analizuar jo vetëm gjeopolitikën, por mbi të gjitha dhe reagimin e Serbisë zyrtare, e cila ka qenë vërtet e shqetësuar dhe e agresive në reagimet e veta. Mos u largoni vetëm pas pak.